أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبو بنات الميكروفون أيوه Allah në zhjele falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit, alayhi salatu wa salam ja dërgojmë. Vazhdojmë me hadithin e 12 me radhë, ku përmendet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wa salam, duke thënë, një nga cilësitë dalluese të muslimanit të mirë është se ai largohet gjithmonë nga ato gjëra që nuk i përkasin atij. Min husni l-islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Për islamit mirë të një besimtari është me u largu prej gjërave që nuk janë në interesin, në dobin edhe nuk i përkasin atij. Ky hadith e shënon Tirmidhiu, pastaj Imam Maliku dhe Imam Ahmedi. Maliku në Tirmidhiu në Jami'u Tirmidhi, ndryshe i themi Suneni Tirmidhiut, Maliku në Muwatta edhe Ahmedi në Musnad. Pra secili për këtyre tre dietarëve kanë nga një libër me hadithe. Sido që tjetë, hadithin e konsideron të saktë Sheikh Albani rahmetullahi alayh. Çka na mëson hadithi? Hadithi na tregon se një musliman për të konsideruar i mirë, me pa sa o bo burri mirë, një prej pikave që duhet me pas parasysh, ai besimtar është që mos më marrë me punë që nuk i përkasin atij. Dhe me thonë, me fillu mu interesu për vetën tane ti mas pare. E jo më u banë sikur se ajo fjala popullore, aje të përmirësu vetën, aje të marrë me vetën, kur kishtë thonë aj, jo, s'jam të marrë me vetën, sepse s'kam kohë. I thamë se s'ki kohë, tha se jam të marrë me tjertë. E s'kam vakt për vete. E ke parasysh sa pa hishma është kur një njeri nuk ka vakt më marrë me vetën e ti, për arsye se është duke marrë me të tjertë. Kjo është e para, dobia e dytë, hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thot kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të heshtë. Dhe më thonë, mos mirët me gjanat kota. Tjetra, hynë këtë rend, edhe fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku i ka thonë janit prej shokëve të tij, la taghdab, mos u idhna, mos u nervozo, ban sabër, mundohu më koni kujdesshëm. Gjithashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, besimtari duhet ta dëshiroj për vllahun e tij atë që dëshiron për vete. Atë që dëshiron për vete. Prandaj, nga gjitha këto që i përmendëm, çka nënkuptojmë me fjalën, shtungohet çatje. Mundohu çashtu. Mirë. Çka nënkuptojmë me fjalën, prej islamit mirë të njeriut, është të merret bjera mangat, s'ka vala. Po, bjera mangat, kështu. Largo pak se, shumë. Pa. Prej islamit mirë, a pas ka islam të keq? Jo. Por, islami është gjithë i mirë, por te unë ose te ti, po të marrë shembull pa qëllim të keq. Për me ditë, a je bo musliman i mirë, se islami është i mirë, ti a je bo musliman i mirë. Na themi, api praktikon disa pika, një prej tyne, a je të largu prej gjanëve që ty nuk t'interesojnë, që ti nuk bën mu marrë me to, ti s'ki interes për to. Nëse largohesh prej këtyne, na themi, një prej pikave të islamit mirë e ka fitu kjo njeri. Po, të dashur vëllezër, a ka mundësi që me u keq kuptu që kjo hadith? A dini pse po them? A mund të thot dikush pe islamit mirë është mos mu marrë me gjërat që s'ti interesojnë ose që s'të përkasin,
atër une, a ban une s'po interesom heq, a ki ti me angër aski. S'po më interesan. A jeti shnash asje, s'po më interesan. A jeti mirë asje, s'po më interesan. Mu po më interesan vetja jame. Mu, këqyre mërë babën, jo mërë s'po më interesan, a kini thoni jo gjallartë, mos u merr me gjanët që s'përkasin. Pa këqyri vetën teme. A mundet që shtu me keq kuptu dikush? Na themi mund me keq kuptu. Ama Islami nuk thot qashtu. Islami nuk thot qashtu. Islami nuk thot që ti me preteksin që s'po duka mu marrë me punë të huja, mos me t'interesu kërkush. Se na, në Islam, e kemi obligim të lidhët më konë. Më konë të lidhët, si kurse një trupi vetëm, një trupi përbashkët. Nëse një pjesë e trupit dham, i tërë trupi rrinë pa gjumë të natën. Nuk në lejot neve që na me fjetë rahat, kur komshia jonë s'ka buk me hongër. Nuk në lejot neve që mos mu përkujdes për komshijun, mos me arrujt moralin komshijut, du të mu interesu për komshijun, i ka met gjenazja për mi tokë komshijut. Na me thonë, s'pa më interesan, unë po mira me punë të mija. Nuk shkruan kja. Qka për qëllim, mos mu morë me punë që të përkasin, nuk janë për ty. Janë ato gjera të cilat Allahu nuk të ka bon ty për gjegjes mu marë me to. Ama me ato gjera që na, mënyrë direkte ose indirekte, jemi të obliguar mu marë me to, atër na nuk ban ju ik aty në seneve. Për shambull, ti e obligum me këqyrë babën anë. Ti s'munesh me thonë, unë s'po mirë me gjera që s'm takojnë, jo, takon mu marë me babën e me nanën. Ti e ki obligim mu marë me edukimin e fëmijëve tu. Ti e ki obligim me dhonë sadak për një kojshi për minimum, kur ajo është në zërë. Dhe më thonë, ato janë punë të cilat ti dush mu marë me to. S'munesh me arsytu me që t'hadith, unë s'po mirë me gjera që nuk më përkasin. Qka s'të përket ty, me qka s'duhet më marrë, çdo gjë që se ki obligim, mos u merr me to. Çdo gjë që tjetrit i bën dëm, mos u merr me to. Çdo gjë që prek në privatësinë e tjetrit, mos u merr me to. Në privatësinë e tjetrit. Çdo gjë nga e cila nuk ki dobi as ti, as ai, mos u merr me to. As ti, as ai. Çdo gjë e cila dëmton ty ose ata, mos u merr me to. A kuptove për çka është qëllimi mos mu marr muslimani me gjërat të cilat nuk i përkasin? Është për qëllim ato gjërat të cilat as direkt as indirekt nuk je i obliguar me to, përkundrazi janë të dëmshme për ty ose për palën tjetër. Nuk është e hishme besimtari më ul në kafe, me fol për nderin e huj, me fol për qikat e huja, me fol për gratë e huja, me fol për familjet e huja, me kritiku njerëzit e huj. Nëse unë nuk mojt ty me të këshillu, direkt, me arë me fol me ty o vlla musliman, nuk e ki mirë bevur qështu. Nëse s'moj me bo një gjatë tillë me të këshillu, pse unë mirëm në për kafe dhe foli për ty? Pse? Unë dhe me thonë, ose jam munafik, ose jam frikacak, si jam burë, ose përdu me bo gibet, me ma në përgoj. E kuptan, sa adam shma është. Prandaj Islami, po thot, mu marë me gjera që ty të takojnë mu marë, wala taqfu ma lejse leke bihi ilm. Po ashtu Allah po thot në Kur'an, mos ju hyn, mos u merr me ato gjerat për të cilat ti nuk i dije. E që ky hadithi ka për shtatshmëri edhe hise me çata jetë. Mos u merr me gjërat që s'takojnë. Prej gjërave që s'takojnë ty, është që ti mos mu marr me gjërat për cilat ti nuk i dije. Është dikush smut. Shkon ti atje nëse me pa, shkon edhe i thua aty, pse s'me marr çeto me pi? Pse s'me marr çata me pi? Që ky ilaçi i ka bë mirë dajës tam, që ky sirupi i ka bë mirë kusherinit tam,
edhe ti me fillu me u barë me gjëra që ti nuk je i thirrën për to. Ti ke shku me pa në spital. Ti nuk ke shku mi dhonë diagnoza ti. Ai ka shku në spital me u marë ekspertat me diagnozën e ti. Prandaj çka? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos u merr me gjëra të cilat ti nuk i dije. E ke pa një prind edhe me fillu me i thonë qika jote qështu, djali jote qështu, edhe ti e din që ato fjalë tua vetëm ato e thejnë emocionalisht, nuk mundesh mi ndihmu kur gja. Ti bën me qajtë si hall, por si stil nënçmimi, nuk bën. Ka dallim. Ka dallim njëna prej tjetrës. Prandaj, jemi të folë që besimtarit nuk i takon me marrë me gjërat që ai as nuk mund me bo dobi, as nuk është i thirrur që të merret me to. Kemi edhe tjetrën fjalë pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku po thotë Resulullah, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas vetëm mirë ose në të kundërtën le të hesht, le të shun. Të flas mirë ose të hesht. Kjo na jep një rregull të prerë. Dy gjana i ki. Ose dish me fol edhe fol, ose s'dish me fol edhe hesht. E kemi përmend, po normal se incizimet dikush e sheh një video e se sheh videon tjetër, prandaj po e përsëris, na kemi ndëgju prej disa njerëzve që kanë thonë nëse të folurit është prej argjendit, heshtja është prej arit. Nëse të folurit është prej argjendit, heshtja është prej arit. Na a e pranojmë këtë rregull? Parimisht jo. Jo. Nuk është heshtja prej arit e fjala prej argjendit. E përmirësojmë këtë rregull. Themi fjala e mirë edhe me dije, me argument, është prej arit. E që s'din me fol mirë, atër me shujt është prej argjendit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush i beson Allahun edhe ditën e kiametit, le të fol mirë ose le të hesht. E ka qitë në rend parë fjalën e mirë, fjalën. Po ja ka qitë kusht fjalës që më konë e mirë. Pra ma mirë kona me fol, kur fol mirë, se sa me hesht. Në Islam e kemi një rregull, kur ta shet dikush prej është një të keqe, le ta ndryshoj me dorën e tij. Nëse s'mund me ndryshu me dorë, me fjalë. Nëse s'mund, atë le të kalon të opsioni tretë. E mshel gojën po, me zamër, plas. S'ka që me ba. E shet keqen s'mund me ndryshu, ama zamëra nuk i pajtojt kur me të keqe. E kap komunizmi 50 vjetë, e shan dinin, s'ka që ka me ba, ama nuk pajtojt me zamër. Falet tinza, agjeran tinza, çka mund me ba, ban tinza, po nuk pajtojt me të keqen, s'mund është me mbinti që ajo është e mirë, e keqja. Unë me zamër ku me urrejt. Prandaj këtu Zoti ka përmend, domethënë, ashtu pejgamberi më falni sallallahu alaihi wasallam, mas pari e ka përmend me dorë, me ndryshu, pastaj me gjuhë, me fjalë. E na themi, kur është heshtja më mirë se sa fjala? Nëse që e fjalë që dush me fol sa e mirë, atër më mirë me hesht. Ose nuk ki argument. E para, po ta marr mendja të sigurt, jetë e ditë që sa e mirë, shuj. E dyta, nuk je i sigurt, a e mirë a e keqe, s'kam argument, atër apet më mirë shuj. Mos u bën si ai që veç ka kundërshtuar dhe ka thonë sa çashtu këti, sa çashtu. Unalën, mirë be zotni, sa çashtu. Qysha? Tha nuk e di, ama çashtu sa. Pse vetë qëllimi me kundërshtu, kjo është manaja kësaj fjale, qëllimi me kundërshtu. Me thonë që unë po thëm diçka. Keni kujdes të ndërruar vëllezër,
Ka në për tubime që ekzistojnë njerëz të cilët vetëm kritikojnë, vetëm shajnë, vetëm ofendojnë, vetë gjojnë vrejtje. Kur qysh aty në nuk tamam nuk mundesh me thonë që mashallah që kur qysh. Ata veç kanë me kritiku. Ata veç kanë me ofendu. Andaj në një adjet tjetër Allahu Gjeleshanu po thotë çdo fjalë që del prej ti shënohet nga një angjull vëzhgues. Çdo besimtar, çka do të fol, e ka një melaçe këtu që ja shkruan veprat e mira, kraj djathtë. Këtu kraj majt që ja shkruan veprat e këqija. Secili prej juve, çka do që të folni, mas shpinës teme, ose unë mas shpinës tane, ta kanë me shkru. Edhe mos hara, mos meno që mundesh me mik. Edhe me thonë, hajtë se s'mnjedh hoxha, ose se ka marrë dita kur kam me marrë vesh që ke fol mas shpinës. Ka me m'kallzu Allahu. Që ato që e ka shkru Zoti, e kanë shkru me lachet, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk flet asnjë fjalë, veç është një melaçe që shkruan. Andaj ruju çka po fol. A di që është ti duhesh me trajtu kur të folish për mua ose unë për ty. Po tham ti për mua se pa keq kuptim. Ti duhesh me trajtu mua kur don me fol keq për mua. Kur don me fol diçka për mua, jo keq, diçka. Duhesh me trajtu sikur unë jam çaty. Që ta kesh marrë mendja, ai ishëm prek nëse ti fol në sytamen, ty ta marr mendja që ishëm prek. Atër mas falas, mas shpinës. Se ka marrë dita kur ki mu ballafaqu me mu. Na vëdhojmë 50.000 vjetë është pritja në ditën e llogarisë gjykimit, 50.000 vjetë. Po s'do më thonë, kur t'ja nis llogaria gjykimi, na për 2 sahat me kry gjykimin. Edhe pse te Zoti nuk vlen vitet. Ndoshta na arrim edhe 1.000 vjetë, edhe 10.000 vjetë. Tu ballafaqu unë me ty e ti me mu, për çdo detaj. E ma tjetërën, e kretë që kanë folë me qitë ato skena, edhe mi analizu. Prandaj, çdo gjë që flet, ka një melek që e shkruan. Edhe në ditën e kiametit, ti je ai që ke me lexu. Iqra kitabak, lexoj librin tan, Allahu ka më thonë. Ti je autori, vetë ke shkru, për ke shkru me punët e tua, jo me dorë tane. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, të mjafton sot vetja jote dëshmitar. Çfarë kumbo, çfarë kumbo. Të mirat edhe të këqijat. Nëse i mohon, kanë me dëshmu pjesë të trupit, kanë me dëshmu melaçet, kanë me dëshmu akrabaja, familjarët, etj. Kanë me dëshmu. Prandaj, me pas kujdes. E pyetën njerë pejgamberin alayhi salatu wasalam, a është e vërtetë që do t'japim llogari për çdo gjë që flasim? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha po. Patjetër, shkaku kryesor për të cilën futen njerëzit më shumë të nxjerr janë për fjalët që i nxjerrin nga goja tyne. Muadhi radhiyallahu anhu njëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon që të meselën e fjalëve që melaçet i shkruajnë, Muadhi i tha, ja Rasulullah, a do t'jemi të llogaritur edhe për fjalë që i folim, se Muadhi kish menuar që veç për punët. Për fjalët jo. Se fjalët i merr era. A ke pas sa njëri nuk ja vë menën fjalëve, i lëshon fjalët çashtu. E Muadhi ka menuar që hajtë se s'ka gale. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, thaqilatka ummuka ya Muadh, të past nëna, o Muadh. Pa adinte që mas shumëti në xhehenem ngrihen zhag me ftyrë për toke, me zinxhir për xhehenem, njerëzit për shkak të fjalëve, se nuk ju kushtojnë rëndësi. Qysh më ngre zhag? Kanë transmetu ulemaja, kanë komentu, kanë thonë, bëhet rumullak njëri, po me ftyrë për toke, edhe ngrihet zhag. Do kanë thonë, i shtrirë, me ftyrë për toke, ngrihet zhag.
për në xhehenem, Allah na ruajt. Prandaj, çka mesazhi i kësaj teme? Merru me gjërat që të takojnë, mos u merr me gjërat që nuk të takojnë, mos u merr me gjërat të cilat nuk janë për ty. Kryej obligimet, fol fjalë të mira, mos fal fjalë të këqija. Ky është mesazhi, lutë Allahun azh që na fal, na përmirësoj dhe na udhëzoj në rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin.